si shkon? Si tecën? Je pronare apo punëtore? E vetë punësor, shumë bukur, është ytje. Çfarë do të kërkoje ti që të kishe të arrurat më shumë, të arrije më shumë me këtë biznes që ke? S'është të kemi ndonjë kërkesë shumë të madhe. Kemi shoqërzoti, por nuk kam ndonjë kërkesë. Mirë. Ju s'keni ndonjë kërkesë, por ne kemi kemi një ofertë për ju. Çfarë do bëjmë ne? Ne do të ulim çmimin e energjisë nga 18 të 6 lekë. Ne do përgjithmojmë çmimin e ujit. Do bëhet. Ne nuk kemi me ne i bëjmë apo që themi. Ky është dallimi midis Saliberisht dhe ati tjetri që i rreshtone si mban asnjë. E treta, bashkia, e cila u vendos ju dhe gjitha bizneseve të vogla, 10% të xhiros taksa, nuk do mundet kur të vendos më shumë se 1% të xhiros. Atëherë, të gjitha këto pare, të gjitha këto fonde, nga kaq të mëdha, po janë diçka, do mbeten ju për ta zgjeruar pak më shumë, për të punësuar edhe një tjetër kur të bëhet. Po pak më pak, pra më mirë. Ju siguroj që ajo do ndodhë. Po vetëm se 11 është një ditë përcaktuese. Të zgjerim njëshin, votojmë njëshin se kemi votuar ndryshimin, kemi votuar për përshtes. Faleminderit. Përshëndetje. Si e? A je mirë? Si shkon? Si tecën? Si e kalon? Shtyr. Ne kemi një paket për lehtësimin e biznesit vogël, sepse për ne biznesi vogël është biznesi më kryesor. Është më kryesor sepse punëson më shumë se çdo biznes tjetër. Edhe ne punësimin e kemi çështjen më kryesore. Në këtë drejtim ne kemi vendosur që biznesit vogël dhe gjitha bizneseve energjinë nga 18 t'ja ullim në gjatë. Në fakt ne kaq e kemi patur. Edhe kaq do bëhet sepse Shqipëria ka mundësi ta ofrojë. Po të mos kishte mundësi, po t'ishte e tëra duke ardhur nga termocentralet, jo. Por ajo vjen nga kaskada shumica dhe kaskada e bën të mundur shumë të shumë. Së dyti, ujë. Ne nuk do paguani vjedhjet e ujit ju, ne do e përgjysmojmë çmimin. Për te ju sigurojmë me një dekret veçantë. Së treti, bashkitë kanë një mani të papërmbajtur të shtojnë taksat. Për shembull, ti paguan këtu taksën e shkollës. Taks mas takse. Bashkitë nuk do mund vendosin taksa në shumë se 1% të xhiros. Sot ato vendosin 8% edhe 10% në njërë të xhiros të bizneseve. Çfarë bëjnë ato me këto? Ne nuk kemi për boshatis arkën atyre, jo absolutisht ne përpunës dhe do u japim nga buxheti atyre, por jo të gjobisin biznes e vogla, se me këto para çfarë bëjnë ata? Me këto para shtojnë borderot. Dhe borderot e bashkisë që është gjetur janë edhe të administratës shtetërore, po veçanërisht bashkive, mbi 1/3 e punojësve e kanë në migracion. Rrogat dhe sigurimet shoqërore të tyre i ndajnë drejtorat dhe zyrtarët e lartë. Kjo në rrëfut. Prandaj, me 11 maj të bëj thirrje të zgjedhësh për suksesin e mëtejshëm të biznesit tënd edhe për një mprëmje më të madhe. Mirupafshim. Pension minimumi etik do jetë 200 euro.
Nuk do ketë asnjë pension në Shqipëri nën 200 euro. Mirupafshim. Faleminderit. Si shkon, a jemi? Ju mirë. Mirë, faleminderit. Zorim që keni mirë me shëndetje. Edhe unë gëzohem shumë. Edhe urojmë për gjithë mirat. Edhe do bëjmë gjithë shka që t'ja u lehtësojmë. T'ja u lehtësojmë punën, t'ja u lehtësojmë suksesin, të rristi biznesin, të rristi punësimin. Gjërat më jetike për shqiptarët sot është të marrin rroga më të mira, të punësohen më shumë. Biznesit ketë më shumë sukses. Amin. Faleminderit. Edhe marrë mirë. Faleminderit. 11 bashkë të gjithë. Do të votojmë mishin. Bravo. Fotografi shkëlqyer.